kryetar i komunës, i nderuar i kryetar i shoqatës. Faleminderit që më besuat fjalën e rastit, i nderuar i nën kryetar, i nderuar i stafi kryetarit. Të nderuar anëtarë të shoqatës, ne me këtë darkë po përmbyllim panairin që kemi mbajt këtë vit, edhe po përmbyllim një panair shumë suksesshëm, i cili edhe pse nuk ka pas struktura nga qendra, ka qenë i prezantuar jashtëzakonisht shumë mirë, media ka qenë jashtëzakonisht shumë mirë i organizuar dhe kemi pas një pasqyrje fenomenale të produkteve të cilat prodhohen në komunën tonë Sharrit për opinionin kosovar, po edhe më gjerë. Përveç kësaj, ne si shoqatë kemi bërë edhe një transformim ku ka qenë koha të ndrohet kryesia dhe bordi i shoqatës e kemi zgjedhur kryesinë e re, nuk kemi shpallë zgjedhje generale pasi që antarësia e jonë nuk ka qenë shumë e gjerë. Po shpresojmë në cemtarët do të kemi shumë a shumë operatorë ekonomikë të cilët do të na bashkohen neve si shoqatë. Synimi jonë ka qenë mos me qenë shoqatë opojare, me qenë shoqatë e Sharrit, e Dragashit, me pas edhe nga komuniteti Goran, me pas subjekte ekonomike, gjo që kemi pas të kaluar, mirë po i kanë ndrue selit, kanë dalë prej këtujt Prizren edhe nuk kanë mund të vazhdojnë të në ndjekin neve. Po mendojmë se ka edhe prodhues, ka edhe firmat e tjera në Gorë të cilat mund të na bashkojnë gjithë neve dhe në të ardhmen punojmë së bashku. Si produkt i zgjedhjeve që e patëm, ne e kemi zgjedhur kryesinë e re dhe e kemi Shpetim Kamberin tani kryetar, edhe Erol Bajramin e kemi nën kryetar. Ju uroj shumë sukses kryesisë së re, e kanë përkrahjen tonë, do të mundohemi punojmë së bashku, sikur që kemi punuar deri më tani, do të punojmë së bashku që të arrijmë suksese edhe më të mëdha. Panairi i produkteve vendore, produkteve lokale të Sharrit është një prej ngjarjeve i cili po prezantoi jashtëzakonisht shumë bukur komunën tonë. Ne kemi pas përpara pelivonat mirë, po tani si kemi pelivonat, po kemi panairin, edhe si vjetë kemi pa interesimin e mediave qendrore që kanë qenë prezente si RTK, TV Nishi dhe mediat e tjera që e kanë prezentuar mirë, po edhe TV Opoja, edhe Radio Shari e kanë bërë një prezentim ashtu të dinjitetshëm, gjithashtu i kemi pas alat edhe 2 radiostacione nga Gora, Radio Gorën edhe e kemi pas Radio Bambusin, që e kanë ftuar të gjithë opinionin e komunës së Sharrit që t'i bashkohen panairit. E falenderojmë kryetarin, që vazhdimisht në ka përkrah, edhe pa përkrahjen e kryetarit, normal nuk do të kishte mund të organizohet panairi. Kryetari do të dije se panairi ka nevojë për financa pak më shumë se sa që ka pas deri tani, që të ketë një karakter edhe më të mirë, edhe më të bukur, po mundësisht të ndahen mjetet sa më herët që ne mund t'i bëjmë planifikimet sa më parë. Ne si shoqat kemi të drejtën tonë që disa kërkesa t'i parashtrojmë këtu para kryetarit, pas panairit, sepse jemi një për komunave më të pazhvilluara në Kosovë, edhe me pak perspektiv. I nderuar e kryetar, ne kemi një propozim që nëse ju do të jeni kryetari i ardhshëm i komunës së Sharrit, që gjithçysh të hapni rrugën për Kuks, që të jetë rrugë shumë e mirë, mos të jetë rrugë e thjesht për rrugë e mirë, edhe qofse një vit nuk investoni asnjë kubës në asnjë fshat, ta ndërtoni rrugën me mjete komunale, mos të presim prej mjeteve qendrore. Edhe rrugën që na lidh me Maqedoninë, duhet ta bëjmë tranzitin Karestelica, sepse Dragashi, Shari, pa këto 2 rrugë është i vdekur. Kur hapën këto 2 rrugë, atëherë ne do të kemi shumë ma shumë mundësi si komunë të zhvillohemi ma shumë si ona e Gorës, ashtu edhe ona e Opojës, dhe ma prej asaj ditës, kur do të hapën këto 2 rrugë, Shari nuk do ta ketë ma karakterin e një komunës të mbyllur, një komunës të humbur, po do të jetë një komunë e hapur, ku unë si individ që kam pas, domethënë, vizita në Mavrov, në Dibër, edhe rreth në Kuks, gjithandej, sa herë më kanë pa njerëzit, më kanë kontaktuar një mori njerëz pa kufi, është kufi një qelë, kanë qenë të interesuar që prej Prizrenit shkojnë në Maqedoni, prej Kuksit vinë këtu, dhe ajo ka zhërë interesim shumë madh. Nuk është e levërdishme të investojmë dikuj kubza, nesër të shkon në Gyrbet. Është e levërdishme të hapim perspektivën e komunës tonë, që edhe nëse nuk i shtrojmë kubza, mos të shkon prej komunës tonë, po të gjejë perspektivën këtu edhe që fillohet këtu. Unë nuk po duhet të bisedoj pak ma shumë në këtë drejtim, po lëm me kaq edhe ju falenderoj që keni ardhur ndarkë edhe ju boft mirë. Faleminderit shumë. Të namën të kryesisë reja dhe namën si kryetari i bordit të shoqatës, fillimisht ju falenderoj për
angazhimin që kemi pas maksimal gjithë për organizimin e Panairit, po mendoj se ky edicion e Panairit ka qenë më i suksesshëm se gjithë edicionet tjera për arsye se edhe na jemi përkushtuar pak më shumë, edhe një prezantim medial kemi pas pak më të mirë, po edhe numri i vizitorëve ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Çka është tjetër karakteristikë, kemi pas dy karakteristika tjera që na kanë përcjellë gjatë Panairit, ka qenë edhe forumi që kemi pasur, mendoja ditë që ka qenë i suksesshëm edhe ka dhënë një element shtesë që mundemi edhe me organizuar dhe kemi trajtuar tema me rëndësi, edhe dyta që është me rëndësi pjesëmarrja. Domthonë si vjet kemi pas pjesëmarrje më të madhe se sa viteve të kaluara, si vjet kemi pas larmishmëri më të madhe, edhe nga pjesa e komunitetit Goran kemi pas pjesëmarrje shumë më të madhe të fermerëve, po edhe bizneset që i menaxhojnë dhe organizojnë femrat prej komunës tonë. Shpresoj se edhe viteve të ardhshme, uroj që kryetarit të vazhdojmë me detyrën edhe të na mbështesë sikur na kanë mbështetur deri tash, e potencoj edhe agjurimin mjetët mundësisht, nëse ka kapacitet, nëse ka buxhet, mjetët me nashtu, po çfarë është më e rëndësishme, që tha dhe agjurimi, koha me qenë pak më herët. Se neve koha e ngushtë, po na limiton shumë punë. Nëse është koha pak më gjatë, por nëse na e kemi informacione më të herët, që do të vazhdojmë me Panairin, besoj që organizimi jonë ka me qenë shumë më nivel. Se për një kohë shumë shkurt na për një javë ditë jemi marrë edhe me media, edhe me rrjetet sociale, edhe me përgatitjet e Panairit, me kreta jemi marrë për një javë ditë. Është me të vërtetë ka qenë ngarkesë pak e madhe për ne. 2-3 aktivitete që po marrin komunë, të përfshi Panairin tonë, të përfshi festivalin Bresan, të përfshi këtë motocrossin që janë të bëjë shoqata e motoristave, po mendoj se ja ka dhënë një pasqyrë këtë tjetër komunës. Domthonë na në kontakte me kolegët tonë, unë kam pas kontakte me kolegë që prezantimi jonë që e bën Panair është diçka shumë e madhe. Domethënë na e shohim si dogut e vogël mirë, prezantimi medial është më të vërtetë ka marrë një pasqyrë këtë ndryshe. Është shumë i madh, kom qejf marrë me pa çka ka atje. Se tash prezantimi medial pe bën të vetën. Si vjet kemi punuar pak më shumë, uroj që të jam në këtë ritëm edhe në tandem këtë ekip edhe vitin e ardhshëm. Pa mbështetjen e komunës kuptohet që edhe na nuk mundemi me bë. Ju falenderoj gjithë një kohë që keni dhënë për sonde, edhe uroj të takohemi edhe erave tjera. Kryetari ta kisha dhënë fjalën. Faleminderit shumë. Nderuar kryetari deri tani i shoqatës, nderuar kryetari i ri, nderuar nën kryetari i komunës, staf komunar, nderuar kryesi, s'pari ju falenderoj për organizimin e kësaj darke, unë të them darka e Lomës, që do thotë e keni vazhduar traditën, do të 4 vite rresht, pas çdo Panairi e keni organizuar nga një darkë që është, do thotë, vërtet është për ta përshëndetur. Unë ju ndëgjova me mendje edhe ekspozimin tuaj edhe kërkesat tuaja. S'pari të falenderoj ty shumë për bashkëpunimin që kemi pas, për ndihmën që na ke dhënë. Bile kjo ideja e organizimit të këtij Panairi ka qenë ide juaj, që na kemi përkrah. Nuk e di qeveria e kaluar a ka pas, po na 4 vite rresht kemi bën këtë një gjë. Edhe ashtu sa ka pas mundësi, kemi nda mjete financiare për ta mbështetur këtë Panair, por në vitet në vijim na e kemi plapë si projekt tonin, edhe si ide jona që do ta vazhdojmë me këtë Panair, edhe 4 vitet e ardhshme, nëse do të jam normal kryetar, po sigurisht që edhe ndesa dikush tjetër dhaj do ta mbështet, ose është një ide jashtëzakonisht e mirë dhe një e cila ka bën dhe buj edhe në media edhe në nivel të Kosovës, sepse me këtë mënyrë i kemi treguar edhe Kosovës edhe më gjerë që na dinë të bëjmë kësi organizime, edhe na jemi do thotë komunë që kemi njerëz, kemi do thotë shoqatën e cila mund të bëjë kësi organizime, edhe në të ardhmen unë do të keni mbështetjen time, edhe në sa i përket mjeteve financiare, sigurisht që do të jenë pak më të mëdha se këto që i kemi. Gjithashtu edhe sa i përket kohës, koha nuk ka problem. Vetëm kur të thoni ju,
na i ndajmë mjetat edhe e shpallim, e qesim thirrjen publike, konkuroni, inshallah fitoni prap thirrjen publike, sepse ka kësaj radhe e patëm do pak në u vënu shkak i një konkurrence. Po në të ardhmen, na do të kemi kujdes. Që do të japim, do të thotë, ku ta bëjmë thirrjen, do ta bëjmë thirrjen për që kanë drejt me konkuru shoqatat tona që operojnë në komunën Dragashit. Gjithashtu mu më ka pëlqyer shumë në ky panajiri i fundit, ku në fund panajiri të organizuaj Turieza e Rrugëmbëllakut me 2 tema shumë të rëndësishme. Aty dolën edhe disa propozime për jush. Na 2 prej atyre veç i morëm edhe i kemi qitë në planin e ardhshëm, do thotë subvencionimi i Jaronisë edhe subvencionimi i Mjedrës. Do thotë nga viti i ardhshëm bujqit tonë do të subvencionohen edhe këto dy lami, se na që 4 vite bojnë subvencionimin e blektorëve, do të ata që kanë lopë, ata që kanë dele, ata që kanë pula, ferlenza atjera, por kësaj i është shtuar tash edhe subvencionimi i këtyre 2 kulturave shumë të rëndësishme të komunës sonë, sepse janë 2 kultura që më shumë po mundën me pas sukses. Pemtaria këto nuk po ka sukses në komunën tonë, kështu që këto dyja do t'i nxitim fermerët tonë që të mjellin më shumë sa i përket mjedrave edhe kësaj anonisë. Kështu që kryetari i ri, siç kam vepruar edhe në kryetarin deri tanishme, edhe ju do t'i ofrojnë një bashkëpunim njëjtë, sikur me kryetarin tanishme, deri tashëm, gjithashtu edhe për në kryetarin e me kryesinë, dera e komunës, për ju gjithmonë ka me qenë e hapur, sepse ju jeni ata të cilët e krijoni buxhetin e komunës të Dragashit, direkt apo indirekt, pavarësisht. Edhe ju jeni ata të cilët do thotë edhe i bëni kërkesat edhe to kërkesat që i dha burimi për rrugët, na siç e dini edhe unë në fillim të mandatit e kam pas këtë ide time, po hasëm në disa vështirësi më shumë kanë qenë edhe qendrore, po edhe vështirësitë edhe lokale, edhe pronësia, edhe kanë qenë disa pengesa. Unë kam pas në disa takime me qeverinë qendrore, po nuk kam qenë unë që ai rrugë që kanë bërë ata, që i kanë lidhë 2 fshatra ose me thonë 50 banorë më shumë. Unë i kam thonë që ato mjetët më orientue të projekti jonë, ata kanë shkuar. Ka qenë në njanshme ajo. Po, do thotë nuk kanë bën kurrë. Me këshirë realisht nuk kanë bën kurrë, se edhe hyrë rruga nëpër Kërstec, faktikisht është e pakalueshme, do të pas. S'mundin kamiona, shlipera, ka aty s'mundin me shku. Edhe mundin me shku deri te çato 2 fshatrat, cilët janë ata kanë bën mirë, ndoshta që i kanë lidh ato 2 fshatra, po neve nuk na kanë ndihmuar ajo. Edhe rruga për Tetov, panajirin e 2 apo 3, se di kur e ke kryeministin, na bëm një kërkesë na bash që të kalojë kjo rrugë nëpër pjesën tonë. Edhe ajo nuk është bë, po na do ta kemi, na megjithatë na kemi hyrë biseda edhe me turqit për çat rrugën unë Azora, që mi thonë bypassin. Turqit nuk i hyn asaj, kene pa, ta nuk kushton shumë edhe, po na do ta bëjmë mjetet tonë, ajo sigurisht kushton 2 milion euro. 2 milion euro, po mu Abdigjiku, unë jam kom paraqit, kur kemi bëna programin ton, ai ka thonë që nuk ka problem, nëse na fitojmë zgjedhjet, na e bëjmë këtë rrugë, se nuk ka problem për Dragash mi do 2 milion euro. Po tash nuk e di, ju gjithë peshifit që qendër që shotë të shku puna, dash zoti që inshallah e bëjnë një qeveri teknike, barë teknike mi këtë e kalu do gjona, po siç po shihit, po shkojnë drejt zgjedhjeve. Pa ato janë çështje që s'po varen prej nesh. Edhe njëri falenderoj edhe për këtë darkën, edhe për ftesën, edhe bashkëpunimin. Na bashkë me ekipin tonë do të bashkëpunojmë vazhdimisht me ju, sepse na pa ju s'mujmë. Po normal, edhe ju duhet me pas një mbështetje të qeverisë komunale. Faleminderit. Selam svima, kao potpredsjednik ispred Nevećinske zajednice u svoje ime zahvalio bi se na organizaciji ove večere, zahvalio bi se predsjedniku udruženja Šari, doskorašnjem predsjedniku, pozdravio bih novog predsjednika i čestitao bih na novoj funkciji, pozdravio bih zamjenika predsjednika opštine, direktore, kolege. Nadam se da će se nastaviti ovaj trend i narednih godina. Ova organizacija Expo Šari koja se organizuje već dugi niz godina. Ne bih puno da dužim.
još jednom srećno novom rukovodstvu Udruženja Šari. Hvala puno.